Para se të filloja biznesin tim online, doja shumë që dikush të më kishte dhënë pak më shumë informacion dhe të më tregonte të vërtetën, sepse të gjithë e bëjnë të duket sikur është diçka shumë e lehtë. Edhe unë para se të filloja dhe ndërtoja një biznes online, kam parë shumë video në internet se si mund të fitoj online, si mund të përdor aftësitë e mia, çfarë më duhet të mësoj, çfarë më duhet të bëj. Dhe të gjitha video që unë kam parë e bëjnë të duket të punë shumë të thjeshtë, me orë fleksibël pune, të ardhura pasive, mundësia për të punuar nga kudo. Por diçka që doja që të gjitha theksonin më shumë është se nuk është e lehtë. Kjo gjë do kohë dhe mbi të gjitha duhen aftësi. Dhe për të qenë e vërtet, kjo punë mendoj se nuk është për të gjithë. Prandaj në këtë video dua të ndaj me ju çfarë doja të dija unë para se të filloja biznesin tim online. Askush nuk flet se sa shumë kohë kjo gjë kërkon. Le të normalizojmë faktin se ndërtimi i një biznesi online kërkon kohë. Online gjatë gjithë kohës shikojmë njerëz që postojnë për arritjet e tyre, rezultatet e tyre, se si lançojnë një produkt të ri, një shërbim të ri, se si marrin më shumë klientë, se si fitojnë më shumë të ardhura. Por çfarë fshihet pas gjithë kësaj, ku në fakt janë muaj, ndonjëherë edhe vite pune konsistente, dështime, testime, mësime që nxjerrin nga eksperienca dhe përpjekje të vazhdueshme. Dhe mua mu desh kohë që të kuptoja se edhe pse gjërat në fakt nuk po ecnin shpejt, pra nuk po rritesha shpejt, kjo jo domosdoshmë kuptonte se unë në fakt po bëja diçka gabim. Thjesht unë duhet t'i jepja kohë kësaj gjëje që të funksionojë. Prandaj nëse edhe ju keni nisur një biznes online tani, ju nuk po dështoni, ju thjesht sapo e keni nisur dhe derisa ju të arrini rezultatet duhura, do t'ju duhet kohë dhe kjo gjë është krejtësisht normale. Jeni thjesht në fazën e të ndërtuarit të diçkaje. Dhe gjithsecila prej nesh do ta kalojë këtë fazë derisa të arritet të ketë rezultate që dëshiron. Prandaj i jepi vetes kohë. Normalisht të gjë mua më është dashur ta mësoj pas disa viteve punë, pas disa klientëve të ndryshëm me të cilët unë kam punuar, pas disa produkteve që unë kam testuar në botën online dhe vetëm pasi e kam kuptuar këtë gjë kam arritur që të kem një lloj qetësie të brendshme me biznesin tim online, sepse në fund të ditës gjithmonë gjërat e mira kërkojnë kohë, kanë vështirësitë e veta përmes të cilave duhet të kalojmë me se s'bën, pra janë të pashmangshme dhe kjo është e vetmja mënyrë për ne që të aftësohemi më shumë, disa gjëra t'i bëjmë më mirë dhe të marrim feedback më konkret për punën që po bëjmë. Një tjetër gjë që doja të kisha ditur më herët është se biznesi online nuk është aq i thjeshtë. Pra, përveç se kërkon kohë për të realizuar, për të arritur aty ku ne duam, nuk është aq i lehtë. Prandaj, nëse mendoni se të ndërtoni një biznes online është mënyra më e thjeshtë për të gjeneruar të ardhura, do të jem shumë e sinqert me ju, kjo nuk është mënyra më e thjeshtë. E vërteta është se të duhet të punosh fort. Do të duhet të bësh disa role: content creator, marketer, supporti për klientin, shitjet, editimi për mbajtjes, përveç krijimit të produktit apo të shërbimit tënd që do të shesësh për biznesin që ke. Nuk ka ekip pune në momentin që ti sapo ke nisur. Je vetëm ti që mundohesh të kuptosh dhe të mësosh shumë gjëra përgjatë këtij rrugtimi. Dhe ndërkohë që duket si liri, çfarë shumë njerëz nuk tregojnë, janë netët e vona duke punuar, probleme teknike që shpeshherë as nuk i kupton se çfarë janë apo se si zgjidhen, dhe shumë momente kur ti mendon se mbase do të heqësh dorë fare nga kjo gjë. Por a ja vlen në fund fare? 100% e ja vlen. A është e lehtë? Jo. Prandaj, nëse do që ti futesh kësaj gjëje, përgatitu që të punosh fort. Është e vetmja mënyrë. Edhe në rrugtimin tim si freelancer, me të vërtet kam patur raste kur kam menduar mos është më mirë që të filloj një punë 8-4, siç kam qenë më përpara, sepse në fund të ditës unë nuk shqetësohesha për klientët, nuk shqetësohesha për marketingun e kompanisë, klientët i siguronte dikush tjetër. Unë thjesht kisha për të bërë punën time dhe nuk e vrisja më mendjen për asgjë tjetër. Të nesërmen unë vija në punë normalisht, gjumin e bëja shumë mirë gjatë natës, nuk duhet punoja deri vonë, nuk kisha për çfarë të shqetësohesha tjetër. Thjesht mbyllja punën, ndërsa në momentin që ti ke një biznesin tënd, truri yt punon 24 orë. Nuk ka fasha orare. Shpeshherë mund të jesh në kafe me dikë dhe ti po mendon për diçka të caktuar. Ti mund të jesh me fëmijën tënd dhe një klient të shkruan apo të merr në telefon dhe do t'i përgjigjesh me patjetër, sepse për ne klienti vjen i pari. Pra, janë të gjitha këto gjëra për t'i patur parasysh dhe për të kuptuar se biznesi mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë dhe nuk ka asnjë problem, sepse në fund të ditës ne nuk jemi të gjithë njësoj me njëri tjetrin. Dikush ndihet më i plotësuar duke patur një biznes, dikush pëlqen që të ketë më pak përgjegjësi në jetën e vet dhe dëshiron të përqendrohet në gjëra të tjera. Pra,
prioritetet ndryshojnë nga njëri person tek tjetri dhe mënyra se si e shohim jetën ndryshon nga një person tek tjetri dhe kjo është krejtësisht normale. Prandaj nuk mund të themi që dikush që po ndërton një biznes po bën gjën e duhur dhe dikush që nuk po ndërton një biznes po bën një gjë të gabuar. Prandaj them dhe do doja që të ma kishin thënë më përpara që kjo rrugë mund të mos jetë për të gjithë. Dhe diçka që njerëzit nuk pëlqejnë ta thonë me zë të lartë është se biznesi online nuk është për të gjithë dhe nuk është ndonjë problem i madh në fund të ditës. Ky rrugtim kërkon shumë durim, konsistencë dhe rezistencë emocionale. Prej teje kërkohet që të vazhdosh të punosh, vazhdosh të jesh prezent, edhe atëherë kur duket sikur askush nuk po të shikon, sikur askush nuk po interesohet të blej për produktet e tua, edhe atëherë kur duket sikur gjërat nuk po funksionojnë. Ti duhet të vazhdosh të bësh ato që ke për të bërë. Do të duhet të ndeshësh me këtë ndjesinë sikur nuk je mjaftueshëm i kualifikuar, sikur nuk je mjaftueshëm i mirë për atë që ofron apo për atë që bën. Shpesh mund ta gjesh veten duke u krahasuar me të tjerat, do të ndeshesh me refuzimin, do të ndeshesh me dështimin. Dhe nëse nuk je e zonja që të vazhdosh edhe atëherë kur gjërat vështirësohen, do të jetë shumë e vështirë që të rritesh në terma afatgjat. Prandaj, nëse ti je dikush që të pëlqen të mësosh, të pëlqen të rritesh, të pëlqen të provosh, të testosh, kjo rrugë është për ty. Por nëse po kërkon përzgjidhje të shpejtë, për para të shpejta, atëherë kjo rrugë nuk është e duhura. Dhe këto fjalë mund të të kursejnë shumë kohë. Personalisht kur e kam nisur këtë rrugtim, jam nisur edhe nga fitimi monetar, sepse isha në një periudhë që kisha nevojë për të ardhura. Isha studente, pagesa ishte shumë e vështirë për mua në atë kohë, librat, tarifat e shkollës, jeta në përgjithësi dhe kam kërkuar vazhdimisht her pas here se si unë mund të punoja. Por kjo pjesa e punës online më tërhoqi sepse kam qenë gjithmonë një njerëz që nuk punoja dot nën komandën e dikujt tjetër. Ndihesha sikur thjesht më mbyteja kreativiteti im dhe nuk i bëja do të gjërat me shumë dëshirë. Prandaj dhe kam gjetur veten më shumë te krimi diçkaje vet nga e para, por nuk ka qenë as pak e lehtë. Prandaj dhe janë shumë të rëndësishme aftësitë të tjera përveç anëves teknike, përveç faktit që ju ndoshta dini të ofroni një shërbim shumë mirë apo dini të ndërtoni një produkt shumë të mirë, duhet patjetër që të punoni me të qenit të disiplinuar, me të qenit këmbgulës dhe të mos hiqni dorë kur gjërat vështirësohen, sepse patjetër që do të vështirësohen, patjetër do ketë një moment që gjërat do duken shumë të vështira dhe sikur nuk ka fare zgjidhje për to. Nëse ju zgjidhni rrugën e lehtë që thjesht ta lini ato që po bëni, atëherë kjo nuk është mënyra e duhur, sepse ka edhe shumë njerëz që heqin dorë dhe thonë kjo gjë nuk funksionon, ndërkohë që nuk kanë bërë as përpjekjen më të vogël. Për të kaluar tek pika tjetër që do doja që të ma kishin thënë më përpara, është puna e aftësive. Shumë njerëz nuk ja dalin për shkak se nuk kanë aftësitë e duhura. Dhe do doja që dikush të ma kishte thënë me të vërtetë më herët para se të filloja një biznes online. Arsyeja pse njerëzit kanë vështirësi online nuk është për shkak të algoritmit, është për shkak të mungesës së aftësive. Të postosh çdo ditë nuk mjafton. Nëse ti nuk kupton se si të marketosh, si të shesësh dhe se si të komunikosh vlerat e tua, nuk mjafton. Të duhen aftësi reale, si për shembull strategji kontenti, krijimi një oferte të parekzistueshme, storytelling, komunikimi me klient dhe moshdashur të mësoj të gjitha këto në mënyrë të pavarur dhe duke bërë shumë gabime përgjatë këtij rrugtimi. Dhe shumica e njerëzve nuk është se dështojnë se nuk janë të mirë mjaftueshëm, se nuk kanë një produkt të mirë apo se nuk ofrojnë një shërbim të mirë. Dështojnë sepse nuk kanë aftësitë e duhura për ta përçuar atë që dinë të bëjnë më së miri. Prandaj shpeshherë kur gjërat në biznesin tuaj nuk po shkojnë ashtu siç duhet, do thotë që ndoshta keni nevojë të mësoni një aftësi të re, sepse ju mund të keni trafikun shumë të mirë të faqja juaj, ju mund të keni vizualisht një faqe shumë mirë të prezantuar, por njerëzit të cilët po ju vinë juve në inbox ju nuk po dini të komunikoni me ta, nuk po dini se si ti konvertoni ata në blerës potencial. Ndoshta ju keni një website shumë mirë të optimizuar, ndoshta ju keni produktin më të mirë në botë, por mënyra se si ju e keni formuluar ofertën tuaj nuk është tërheqëse mjaftueshëm për klientin ose nuk komunikon qartësisht se çfarë zgjidhje ofroni ju për një problem të caktuar. Mua më pëlqen shumë puna që bëj, por më është dashur të mësoj shumë gjëra përgjatë rrugës dhe mendoj se kam akoma shumë të tjera për të mësuar. Dhe ajo çfarë do ju thoja, nëse jeni në fillimet tuaja, nëse ju me të vërtetë shikoni veten tek ndërtimi një biznesi online dhe ndërtimi një jete apo një lifestyle të tillë ku mund të punoni nga kudo me të ardhura shumë të mira, atëherë përgatituni për t'u aftësuar në shumë dimensione të ndryshme përveç anës teknike apo aftësive që ju duhen për krijimin e një produkti apo një shërbimi. Janë shumë aftësi në këtë mes për t'u mësuar dhe për t'u konsoliduar. Dhe nëse ju keni nevojë për suportin tim në këtë rrugtim, ju dini se ku të më gjeni tashmë.